Përshëndetje dashur miq të emisionit Familja Jon, mirë se po takohemi në takimin tonë të rregullt të dieleve në ora 16 në televizionin Kanal 10. Këtë diel, emisionin Familja Jon e nisi me doktoreshën Dhurata Nasufi Halabaku, mjeke familjare dhe nutricioniste, me të cilën flasim për djamosjen e mëlçisë dhe shkaqet që çojnë deri te kjo gjendje. Mëlçia është një laborator i organizmit ku kryhen shumë funksionet. Në blokun e dytë shkojmë së bashku në Spitalin e Përgjithshëm Rezonanca 2. Analizat të cilat kërkohen para koronografisë, EKG-s, ultrazonit, atëherë vendosim që pacienti faktikisht ka indikacion për koronografi dhe realizojmë koronografi. Nga tereni sjellim një ngjarje të ndodhur para pak ditësh në Vushtre, të organizuar nga Drejtoria e Arsimit në këtë komunë. Në pjesën e 4 kemi të ftuar profesor Bujar Thaqi, përfaqësuesi i shkollës së mesme të mjekësisë Imperium, për të prezantuar gjithçka që kjo shkollë ofron. Peri theksoj që të gjitha drejtimet janë të akredituara. Në shkollën tonë është krijuar një praktikë që asnjë nxënës nuk regjistrohet në një drejtim i cili nuk është i akredituar. Te rubrika e magjikëve të vegjël vjen Ani Sufi me zërin e saj magjik. Santa Claus po vjen në qytet, Santa Claus po vjen në qytet, Santa Claus po vjen në qytet. Ndërsa te rubrika e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja, Albulena Shabani Lazi na sjell recetën për lëngun magjik që ndihmon në humbje peshe. Mi ndihmon mëlçisë për detoksifikim, me stabilizon insulinën gjak. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.